تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Me emrin Allah të fillojmë, Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Javën e kaluar i kemi përmend disa rregulla që na ndihmojnë të njohim bidatet. Edhe sonte me lejen e Allahut do t'i përmendim disa rregulla që na ndihmojnë të njohim bidatet. Të keqen e njohim jo për me vepru, mirë po që të largohemi prej saj. E kush nuk e mëson të keqen, ka mundësi dhe shumë gjasa që me ranë në të keqen. Andaj, rregulla e parë për sonte është realizimi i adhurimeve të përcaktuara, jo në mënyrën e plot që është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam, konsiderohet bidat. Siç e dim, namazi në Islam është i përbërë nga rekatet dhe çdo rekat i ka 2 sejdë. Andaj nëse dikush e fal një rekat namaz, qoftë fars apo nafile, e fal vetëm me një sejdë, atë çka themi, ka bo bidat, sepse e ka ndryshu mënyrën nga ajo e cila është transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Qëndrimi në Arafat, qëndrimi në Muzdelife apo fjetja në Muzdelife, apo në Mina, gjutja e guralesëve në xhemerate, çka janë këto? Janë ibadete që i takojnë haxhillokut. Mirë po nëse dikush pretendon se adhuron Allahun dhul xhelal duke qëndruar në kodrën e Arafatit, apo duke fjet në Muzdelife apo në Mina, jashtë kohës së haxhit, çka themi? Ka bo bidat. Pra themi, jo çdo veprim i caktuar në një ibadet konsiderohet adhurim edhe jashta atij ibadeti. Me qëndru në kam, në qiyam, për atë normal që ka mundësi, është rukën, është kusht në namaz. E këndojmë elhamin e një sure tjetër. Domethënë është patjetër me qëndru në kam, për atë që ka mundësi. Mirë po nëse këtë adhurim të qëndrimit në këmbë, dikush e fut në një adhurim që në fe nuk ka ardhur e caktuar, një gjë e tillë, themi që ka bo bidat. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka pa një person të quajtur Ebu Israil duke qëndruar në këmbë. Ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka është puna tina. Kanë thënë sahabët, Ebu Israili është betuar të agjëroj, të qëndroj në këmbë, t'ju ekspozohet dillit. Pra, me këtë veprim ka dashur që t'ja vështërsoj vetes, po ashtu edhe të mos flas. Mos me fol, me agjeru, me nejt në kam, me do në dilli. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë, urdhërojeni atë njeri që të flas, të hy në hije, të ulet dhe të vazhdoj agjerimin. Nga sa agjerimi si agjerim, është adhurim. Andaj i ka thonë le ta plotëson agjerimin. Mirë po ato veprime tjera, i ka thonë, me ju largu. Nga se feja Allah dhul xhelal është fe e lehtë. Nuk ka njeriu nuk duhet mja vështirësu vetës vet me gjana të cilat domethënë nuk i ka ngarku sheriati i Allahut subhanahu taala. Ka mundësi ndonjëherë ibadeti në vete ka vështirësi. Sikurse që është agjerimi është i vështirë, apo lufta në rrugt të Allahut është e vështirë. Mirë, po kur është koha, atëherë njeriu domethënë e vepron një gjë të tillë. Rregulla e dytë është nëse transmetohet prej sahabëve një adhurim i caktuar, atëherë lejohet praktikimi i tij dhe nuk konsiderohet bidat. Sahabët janë gjenerata më e mirë. Sahabët janë shoqëruesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët janë ata që kanë diplomu në medresën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
sahabët janë njohësit më të mirë të fesë së Allahut Dhul Xhelal. Dhe ata sigurisht se çdo ibadet që e kanë bë duke e mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse dihet se një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka kry një adhurim në mënyrë të vazhdueshme dhe askush nuk e ka kundërshtuar, atëherë themi se një veprim i tillë nuk konsiderohet bidat. Se s'ka mundësi sahabia me bë diçka dhe me kundërshtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shtoja kësaj që e ka bërë në vazhdimsi dhe sahabët e tjerë nuk e kanë kundërshtuar. Për shembull salavati mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fund të duas së kunutit në namazin e vitrit nuk është bidat. Pse? Ubej ibn Ka'bi në kohën e Omerit radhiyallahu anhu ka dërguar salavate në fund të kunutit. Rregulla e tretë. Zbatimi i një ibadeti jo në përputhje me formën dhe shkakun e transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam konsiderohet bidat. Për shembull, e dim ne formën e ezanit. E dim edhe kohën kur e ka ezani për muthir. Mirë po nëse dikush shton fjalë të tjera në ezan, themi që ke bë bidat. Mirë po nëse dikush e thirr ezanin për do namaze që nuk është i caktuar të thirret ezan për to, themi që ke bë bidat. Namazi bajrameve, a ka ezan? Nuk ka. Nëse dikush e thret ezanin për 2 bajramet, atëherë themi që ka bë bidat. Rregulla e katërt. Allahu Dhul Xhelal nuk adhurohet me gjëra mubah të lejuara. Ç'është kjo? Për shembull, veshja e rrobave të trasha apo të leshta. Në parim është e lejuar. Por nëse veshin këto rroba me bindjen se njeriu që veshet në një formë të tillë afrohet dhe bëhet më i dashur tek Allahu Dhul Xhelal, atëherë themi se kjo bindje dhe ky veprim është bidat. Tjetra, nëse dikush han mish, themi që ngrënia e mishit është e lejuar. Mirë po nëse dikush largohet nga mishi, duke synuar me këta, mu afru tek Allahu Dhul Xhelal, se gjëja se nuk bodon mi bo dam kafshëve të cilat therrën në kështu me radhë, atëherë themi se një veprim i tillë është bidat. Mirë po kemi disa gjëra që janë mubah, të lejuara, mirë po nëse njeriu e bën niyetin për hir të Allahut, atëherë shpërblehet për to. Nëse njeriu bën xhum, a ka sevap? Në parim s'ka sevap. Nëse han buk, s'ka sevap. Mirë po nëse e bën niyetin me fjet, që nesër me punu, me ushqy familjen e vet, atëherë ka sevap. Nëse flan mu forcu për namaz natë, ka sevap. Nëse flan mu forcu për namaz sabat, ka sevap. Po ashtu nëse han edhe ushqim. Kjo është rëndësia e niyetit. Me niyet, adetet, zakonet i bëjmë ibadete. Për atë arsye, domethënë dietarët ja kalojnë të tjerëve nga se dinë që me bën niyetin. Që për shkak ndoshta ndokush prej nesh nuk i ka shkuar në mendje që me bën niyet, ku tan buk, mu forcu për me adhuru Allahun, edhe gjatë ushqimit ai me marr sevape. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, për çdo gjë që e shpenzon me qëllim të mirë për hir të Allahut, ke shpërblim në të. Madje thotë edhe kafshatën, domethënë që ja jep bashkëshortës sate. Rregulla e 5. Ndalimi i një vepra së cilës mbështetet në argumente fetare, konsiderohet bidat. Dhe praktikimi i një vepre, vlera së cilës nuk mbështetet në argumente fetare, është bidat dhe ndalimi nga ajo vepër është sunet. Për shembull, vlera e ezanit është e njohur dhe është, domethënë, e bazuar në shumë hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. A din ai kush ndonjë hadith për vlerën e ezanit? Ose për muezinat?
Alhamdulillah, do më thonë, na do ibadete, ndoshta në fillim, kena bo gara, nga se vetë hadithët thënë, me di çfarë sevapi kena, kishim qitë shartë me thirë ezanin, ose safin e parë. Sot safi parë, bile pa thani vlla, në xhami do më thonë të na, çdo herë mund të shpezon safin e parë. Deri para ikametit. Kjo s'ban. Duhet na me garu, wasabiqu ila al-khairat. Duhet me garu në veprat e mira. Safin e parë, ti duhet me synu, me zon çdo herë. Rrotullimi rreth varrezave, a ka ndonjë mbështetje në argumentet fetare? Nuk ka. Andaj është vepër e ndaluar dhe është vepër që nxjerr njeriu nga feja. E mi ndalu të tjerët nga një vepër e tillë është sunet i pejgamberit alayhi salatu wasalam, nga se je duke urdhëruar në të mirë dhe je duke ndaluar nga e keqja. Rregulla e 6. Lënia e një vepre nga profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka pas mundësi ta bëj dhe nuk ka pasur ndonjë pengesë, tregon se është sunet të lihet ajo vepër dhe është bidat nëse veprohet. Për shembull, nëse nuk i falim për shembull 2 rekate sunet para dhe pas namazeve të Bajramit, çka kena bo? Kena praktiku një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se Rasulullah nuk e ka praktiku në gjë të tillë. E nëse dikush e vepron, themi që ka bu bidat. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal Bajram apo ka pas mundësi mi fal edhe këto sunete që ti o nderuar, po i fal, atëherë themi që ke bu bidat. Nga se ky shkak ka qenë ekzistent që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mundë mi fal sunetet, mi po si ka fal. Kështu që themi veprimi është bidat dhe lënia është sunet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a ka pas mundësi me shqiptue niyetin për namaz, për shembull, me gojë. Ka pas mundësi. Sa namazi ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sahabët kanë pas mundësi? Po. A e ka shqiptu? Jo. Çka është shqiptimi? Është bidat. Lënia çka është? Sunet. Nga se vendi niyetit kush është? Zemra. Vetë dalja jote nga shtëpia për marrë në xhami, e ke pa takvimin, qenë ka koha e kujt? Koha e jacis. Je nis nga shtëpia për marrë në xhami, themi që ky është niyeti për ty. Dhe s'ka nevojë domethënë të shqiptohet me gojë. Tjetra, kur ka vdek ndonjë sahabi, madje, kur kanë vdek edhe gratë e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam apo fëmijët e tij, ai ka lexuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndonjë Yasin atyre? Jo. Sahabët ai kanë lexuar njëri tjetrit? Jo. Themi veprimi i tillë është kundërshtim me traditën e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam dhe lënia një vepre të tillë është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rregulla e 7 dhe e fundit, një veprim i cili është sunet në vendin dhe kohën e përcaktuar, që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, konsiderohet bidat. Nëse ai kryhet jo në vendin apo kohën e duhur. Për shembull, e kemi caktuar me kohën e namazeve. E kemi të caktuar kohën edhe vendin e itikafit. I kemi të caktuar me kafshët të cilat i therrim kurban dhe kohën kur theren ato kurban. Nëse diçka nga koha apo mënyra e këtyre ibadeteve ndryshohet, atëherë kemi bo bidat. Për shembull, etejatin kur e themi? Mas 2 rekate apo të drekës për shembull. Nëse dikush thot, s'pe tham etejatin mas 2 rekateve drekës, po pe tham mas rekati 3. I themi që ke bo bidat. Ikametin e thirrim kur? Para namazeve farze. Dikush do të thajt e thirr ikametin se po m'pëlqen ta bëj një ibadet. Kur fal namazet nafile thot e thirr ikametin. I themi ke bo
ke bo bidat. Me thonë bismillah para ushqimit, para avdesit, apo këtë hysh në xhami, çka është? Sunet. Vepër e mirë, me thonë bismillah, me emrin e Allahut, po kërkosh nga Allahu me të ndihmu, me dhënë forcë me marr avdes, e kështu me radhë, me kry ibadete të tjera. Po ja që pëthirim edhe ezanin, pse mos me thonë bismillah? Themi jo, je duke bo bidat. Një veprim i tillë është bidat. Mi lidh durt, dora djathtë, domethënë, mbi të majtën, ku qëndrojmë në kam, namaz, çka është? Është veprim i lidhshëm. Mirë, qofse dikush thot, edhe ku ta thirrë ezanin, ta bëj një formë të tillë, ta adhuroj Allahun në këtë formë, ku ta thirrë ezanin. Apo ku të bëj tavaf rreth Çabës, apo atë ecjen mes Safas edhe Marwas. Çka i themi? Ke bo bidat. Nga si kjo formë cilën ti po e ban, nuk ka bazë në fenë Allahut subhanahu wa taala. Mirë. A ka lidhje dhe dallim ndërmjet bidateve dhe gjunaheve? Kush mund të më bënë ai farë dallimi mes bidatit edhe gjunahit? Gjunahi është diçka të ndaluar, kurse bidati e bën dikush në mënyrë të madhruar Allahut, domethënë me një. Tash ti the bidati është diçka e ndaluar, harami është diçka e ndaluar, ndërsa bidati është diçka që njeriu e bën me adhuru Allahun. Mirë. Këtë pjesën e dytë bane si të parën. Harami është diçka e ndaluar dhe bidati është diçka e ndaluar. Apo? Domethënë, bidatet edhe gjunat janë të ndaluara fetarisht. Tjetra. Në dallim tjetër? Hajde sjar. Bidatin kur apo njerëzit apo në madhur Allahun. Po? Do po mirë. Bravo. Edhe gjunain? Se gjunain kur apo në çena këto bukaç. Mashallah, tabarakallah. Shumë mirë. Kjo është domethënë është përmendur nga autori. Domethënë zakonisht bidatet konsiderohen pjesë e fesë, sipas atyre që i veprojnë. Ndërsa gjunat jo. Nga se mëkatari e din çfarë të bëj gjuna, thot Allahu më falt. Për çata selefët kanë thënë që bidati është më i dashur për shejtanin se sa mëkati, sepse nga mëkati njeriu pendohet, nga bidati nuk pendohet. Dy dallime i përmendëm. Tjetra, çdo bidat orna glauk. Menova që ka bidate që qesin për i fesë këtë, të gjunahi së qetë hiç. Edhe jo, të qetë gjunahu. Gjunahi të qetë, po ka të gjunahi Mirë, që së qetë. atëherë shkojmë te kjo rregulla tjetër. Thot, gjunahet dhe bidatet nuk janë të një shkalle. Këta që e tha Glauku. Pra kemi bidate, pak më të vogla, kemi bidate më të rënda që e nxjerrin njerin prej fesë. Kemi mëkate të vogla, kemi mëkate të mëdha, po kemi mëkate që nxjerrin njeriu nga feja. A kemi diçka tjetër? Këto janë mashallah domethënë shumë mirë i keni nxjerr ato kryesorët. Tjetra është se kjo është domethënë si një farë dobie, sa më shumë që shtohen dhe reklamohen bidatet, çka ndodh? Vdesin sunetet. Andaj me ringjalljen e suneteve ne i vdesim kanë bidatet. Tash për shembull gjatë këtyre dersave kena marrë do bidate. Kur si veprojmë na, shuhet bidati. Kur veprojmë sunete, s'ka vend bidati. Inshallah me kaq mjafton. Elusim Allahun dhul xhelal na mundsoj ta shohim të vërtetën si të vërtetë dhe ta pasojmë atë, dhe të na mundsoj ta shohim të kotën si të kotë dhe të largohemi prej saj. Domethënë Erdalli, Glauku, Sjari janë përgjigj diçka, ha? Inshallah dhe ju keni nga një dhuratë, nga një libër. Inshallah deri në takimin e ardhshëm, Allah ju rujtë